Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zhvilluar këtë të hënë. Përmes një postimi në rrjetin social X, Rama ka zbuluar 3 konkluzione të dala nga mbledhja, të lidhura me vendimin e gjykatës kushtetuese për të lënë në fuqi pezullimin e ministres Belinda Balluku. Rama thekson se funksionet kushtetuese të padelegueshme nuk mund të pezullohen në asnjë rrethan, dhe se për këtë arsye do të ketë ndërhyrje në legjislacion. Sipas tij, edhe vetë gjykata kushtetuese ka qenë unanime në konstatimin e problemit, ndërsa ndarjet kanë ardhur vetëm sa i përket zgjidhjes. Postimi e Edi Ramës në X. 3 konkluzione nga mbledhja e grupit parlamentar pas mosvendimit të gjykatës kushtetuese dhe rivendosjes së pezullimit të ministres. 1. Funksionet e padelegueshme kushtetuese, nga ai antari të qeverisë tek ai presidentit të Republikës, dhe më gjerë, nuk mund të pezullohen kurrësi nga askush mbi bazën e një emri të përveçëm, sepse pezullimi paralizon funksionin, pra institucionin që ai apo ajo drejton. 2. Nisur edhe nga leximi i deklaratës publike të gjykatës kushtetuese, ku të gjithë antarët e trupës shfaqen unanim lidhur me problemin, por të ndarë sa i përket rrugëzgjidhjes, grupi parlamentar socialist do të angazhohet për zgjidhjen përmes ndërhyrjes në legjislacion. 3. E vetmja pale përmbushur nga rikthimi i pezullimit është SPAK-u, i cili në kushtet e pezullimit mund të vazhdojë qetësisht hetimin përkatës. Ndërkohë, deri në adresimin ligjor të zgjidhjes, nuk ka asnjë urgjencë për të trajtuar kërtesën që SPAK-u bëri pas rënies së masës së pezullimit. Në një shtesë të postimit të tij, Rama thekson se SPAK-u nuk cënohet, por mbështetet, duke nënvizuar se liria dhe e drejta e çdo prokurori për të hetuar këdo dhe çfarëdo garantohen, ashtu si edhe pavarësia kushtetuese e pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv.